E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi me historinë e ditës së sotme. Historia që do të dëgjoni është një dhimbje e vërtet, një tmerr i papar. Përshëndetje Tiranë, unë që po të shkruaj jam Teuta. Dhe historia ime është një dramë e vërtet. Është një dhimbje e vërtet që po më ndjek me vite të tëra. U rita në një familje që nuk e kisha ditur që gruaja e cila më riste, kujdesej për mua, mbante titullin e nënës, ishte nusja e xhaxhait tim. Po, ishte nusja e xhaxhait tim. Unë isha fëmia më i madh në familje. Pas meje kam edhe 2 motra edhe një vlla. Jetonim shumë të lumtur. Riteshim me shumë dashuri. Asnjëherë në jetë ime nuk më ka lënë të kuptoj që unë në të vërtet nuk isha fëmia e asaj shtëpie. Asnjëherë nuk më ka lënë të kuptoj një ndjesi të tillë. Gjithmonë ka qenë afër meje, gjithmonë ka qenë pranë meje dhe gjithmonë më ka rritur me dashurinë më të pastër dhe më të paqshme. Unë shkoja në shkollë, prindërit e mi më shumë investonin për mua se sa për motrat edhe për vllaun tim. Isha unë e ëmbla e shtëpisë, isha unë dashuria e familjes. Ditët kalonin, unë po ritesha dhe pasi mbarova shkollën e mesme, përzgjodha që të iki në kryeqytet për të studiuar. Me vajtjen time në kryeqytet, jeta mu bë shumë e rëndë. Studime, më duhej edhe të punoj sepse babai më ishte plakur, nëna kishte vajtur në vite. Dhe një ditë prej ditësh, unë ndjeva shumë e lodhur, unë ndjeva shumë e tensionuar. Dhe i them pronarit ku unë punoja. Sot dua të jem pak më e lirë sepse nuk ndjehem mirë shpirtërisht, nuk ndjehem mirë psikologjikisht. Edhe ai më tha që po vazhdoje e lirë, por këtë ditë do ta kesh si ditë të kputur. Në rregull, nuk fola gjë, vazhdova me normalitet. Ik në shtëpi dhe më kapën si një kollë. Shkoj në banjo dhe shoh që nga goja ime nxjerr gjak. U stresova shumë, u mërzita shumë, por nuk ja thash njeriut. Iki nesër në studime, isha vetëm 21 vjeç. Dhe përsëri në banjon e universitetit fillova të vjedh gjak. Dhe ika drejt spitalit. Kur ika drejt spitalit, bëra një termin dhe ika në spitalin onkologjik, atje ku dyshimet ishin shumë të mëdha që mua më fshihet një sëmundje e rëndë. Pas gjitha analizave që bëra të detajuara, arrita të kuptoj që unë vuaja nga kanceri. E pa imagjinueshme ishte për mua. Isha në dyshima do t'ua tregoj prindërve apo nuk do t'ua tregoj prindërve. I mora rezultatet edhe i mbajta të fshehura. Nuk e dinte njeri. Kthehem në vendlindje për pushime. Edhe vendosa që këtë storje t'ja tregoj nënës time që të fillojmë edhe të ndjekim, edhe pse unë kisha bërë 1 muaj dhe nuk kisha ndjekur kura nga që kisha frikën që të shkoj. Nëna ime u stresua shumë, ja tregoj babait dhe filluam kontrollat intenzive. Në kontrollat intenzive, kishte një mjek që pothuajse më përndiqte gjatë gjithë kohës.
Me qëndrimin tim në spital, unë fillova të afrohem me të ndjej me të jetoj me të. Dhe linti një ndjenjë mes meje dhe ati. Flasim për muaj të tërë. U afruam shumë. Rinim të dy jashtë e parku, futeshim brënda, unë i ndiqja të gjitha kurat e mia. Herë kisha rënje flokësh, herë jo, fillova të bëj trajtime të ndryshme, deri tek rrezet. Dhe njeriu që më qëndronte pranë ishte njeriu që më jepte kuptimin e plotë të jetës. Flisnim me njëri tjetrin për shumë dashuri. Ndoshta shkëmbenim edhe puthje të fshehura. Por nuk është se njihnim njëri tjetrin në detaj, nuk është se njihnim njëri tjetrin aq shumë sa që të hapemi, por ishte dashuri shumë e shpejtë. Teksa unë po qëndroja në spital, doktori më solli një kavonos me reçel, që unë e kisha shumë qef prej kumbullash. Dhe më tha që shijoje sepse është nga duart e nënës time. Okej, e mora me shumë dashuri, e shijova dhe më pëlqeu si asnjëherë më parë. I thash ti thuash nënës tënde, i lumshin ato dy duart e vogla. Nëna e tij, pas një periudhe erdhi aty që të më takonte, sepse i kishte folur që kishte një mike, një shoqe, apo një vajzë që e simpatizonte, por ajo ishte me kancer, por që ishte kancer kalues. U takova me nënën e doktorit, kaluam një periudhë shumë të bukur bashk dhe aty mbaroi çdo gjë, ndërsa nëna ime vinte intenzivisht në spital, më takonte, por nuk flente aty. Kur unë mbarova të gjitha trajtmanet, mbajtëm një raport shoqëror, duke mos e finalizuar kurrë si një dashuri, me mjekun që unë kisha krijuar me emocion. Ditët kalonin shpejt dhe vendosëm një ditë që të marrim nënat tona edhe të dalim për një kafe. Në një kafe në lagjet të Tiranës. Dalim në kafe dhe në momentin kur të dy nënat u ballafaquan me njëra tjetrën u shtangën. Nëna ime u mpi krejt, nëna e të dashurit doktorit, si ta them, u mpi e tëra dhe nuk kishte asnjë fjalë për disa sekonda. I kthem nënës time çfarë ndodhi, njiheni? Më thot jo, por nuk jam mirë me tensionin, dua të kthem në shtëpi. Mu duk pak e çuditshme se nuk e përshëndetën asnjëra njëra tjetrën, por okej, u kthyem. Kur u kthyem në shtëpi, nëna ishte shumë e tensionuar dhe ma bën që ja kam takuar këtë grua më herët. I thash që po, ka ardhur tek spitali, plus që më kishte sjellë dhe një kavonos me reçel. Ja tregova të vërtetën. Por ajo u stresua dhe më shumë. Priti që të vinte babai në shtëpi dhe në orën 10 të darkës të dy ulën dhe biseduan me mua. Dhe ma treguan të vërtetën. Gruaja, e cila ishte nëna e doktorit, ishte nëna ime dhe doktorin, që unë e kisha si të dashur, e kishte lindur me burrin tjetër ku ishte martuar, ndërse baba im kishte vdekur në aksident dhe mua më kishte rritur nusja e xhaxhit. Aty për mua ra tavani mbi kokë. Nuk mundesha dot ta besoja. Në një farë mënyre kisha puthur sadopak gjakun tim. Nuk prita dot, marr në telefon djalin në fjalë edhe i them është kështu puna. Dhe i më thot edhe unë e kam kuptuar tani. Nuk dinim çfarë të bënim, i kërkuam falje njëri tjetrit, por a mundet me një falje të pastrohet e gjitha ajo gjë? Kaloi një vit. Unë nuk kam asnjë lloj raporti me doktorin, por nëna ime dëshiron të krijon raporte për mua duke e ditur se çfarë ka kaluar.
nuk di se si të veproj, nuk di se çfarë të bëj. Zemra më thotë ke nën edhe unë e dua, ndërsa nga ana tjetër është fytyra që nuk po na lën të bëjmë asnjë lloj veprimi. Të thuash që kam emocion për atë doktor, jo, sepse që në momentin e parë që unë e mora vesh, u ftoha krejtësisht. Edhe nuk dëshiroj më dhe ta shoh. Jo që ai është fajtori, por thjesht nuk ka asnjë lloj ndjesie tek ne. Dhe kjo gjë mua më ka shkatëruar të tërën. Më ka shkatëruar psikologjikisht. Mendoj çdo natë se çfarë të bëj, mendoj çdo ditë se çfarë të bëj, ku të drejtohem. Por nuk e di. Dua të marr mendimin tuaj. Si e vlerësoni ju këtë gjë? Duhet unë të flas me nënën time? Edhe pse nëna thotë nuk kisha fajtore, por më martuan. Familja ime se nuk të kisha lënë kur, ndërsa nga ana tjetër unë atë person e kam dashur. Më shkruani mendimin tuaj në koment.